E premtja e zezë po afrohet. 4 shenja do përballen me vendimin që ndryshon gjithçka. E premtja e zezë nuk është vetëm një ditë tensioni, por një portë energjie që hapet rrallë. Kjo ditë sjell prova, vendime të mëdha, sinjale të forta dhe qartësi të papritur. Për disa shenja, kjo energji do të jetë një thirrje e drejtpërdrejtë për të zgjedhur mes së vjetrës dhe së re's, mes guximit dhe frikës, mes dritës dhe errësirës së brendshme. Nëse e ndjen që diçka po lëviz përreth teje, që intuita po të fluturon, që gjërat po tensionohen, atëherë nuk është rastësi. E premtja e zezë është dita që vendos drejtimin e ditëve në vijim. Dhe për 4 shenja vjen momenti i madh i përballjes. Dashi. Për dashin, e premtja e zezë sjell një thirrje të fortë për të marrë një vendim që e ke shtyrë prej kohësh. Mund të jetë një marrëdhënie, një projekt, një punë, apo një situatë që kërkon qartësi absolute. Sot nuk ka më vend për dilema, universi të shtyn drejt një rruge që do të ndryshojë qasjen dhe qëllimin. Në punë, dikush mund të vënë në një pozicion ku duhet të zgjedhësh, të marrësh përgjegjësi më të mëdha ose të lësh një cikël që nuk të sjell më asgjë të mirë. Në dashuri mund të shfaqet një bisedë që del jashtë kontrollit, por kjo të ndihmon të kuptosh të vërtetën. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të fortë ndaj dikujt, por intuita të paralajmëron të mos nxitohesh. Financat përmirësohen vetëm nëse heq dorë nga shpenzimet impulsive. Sot universi të thotë, zgjidh atë që të hap dritën, jo atë që të mban peng. Demi. Për demin, e premtja e zezë është ditë që flet për stabilitet, por edhe për tronditje të befta që ekspozojnë të vërteta që nuk i ke parë më parë. Në punë mund të lindë një situatë e papritur që kërkon një reagim të qetë, të matur dhe me këmbë në tokë. Disa prej jush mund të marrin një ofertë, një paralajmërim ose një mundësi për ndryshim, por gjithçka duhet peshuar mirë. Në fushën sentimentale, dikush mund të shfaqet nga e kaluara, jo për të rikthyer, por për të kujtuar se sa ke ndryshuar. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mes 2 zgjedhjeve. Financat kërkojnë disiplinë. Sot është dita e artë për të analizuar buxhetin, kontratat, shpenzimet dhe për të parë ku po të rrëshqasin paratë. Energjikisht, universi të thërret të mos përpiqesh të kontrollosh gjithçka, lejoje jetën të tregojë udhën dhe mos i mbaj njerëzit që të ulin ritmin. Vendimi i madh. Zgjidh atë që të jep siguri shpirtërore, jo thjesht materiale. Virgjëresha. Për virgjëreshën, e premtja e zezë është një ditë me ngarkesë emocionale dhe mendore të fortë. Mund të ndjesh sikur gjithçka kërkon analizë të imtësishme, por sot universi të fton t'i besosh më shumë intuitës se sa logjikës. Në punë, dikush mund të surprizojë me një kërkesë, një vlerësim ose një kritik, dhe reagimi yt mund të vendosë ritmin e ditëve në vijim. Në dashuri, kjo ditë nxjerr në pa ndjenjat e vërteta, duke të shtyrë të mendosh nëse je aty ku duhet të jesh apo ke humbur veten duke i kënaqur të tjerët. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që flet pak, por transmeton shumë energji. Financat janë të qëndrueshme, por mos nënshkruaj asgjë sot pa e lexuar 2 herë. Energjikisht, kjo ditë të sjell një ndjenjë pastrimi të brendshëm. Është koha të largosh pengesat, frikrat dhe dyshimet që nuk të shërbejnë më. Vendimi që merr sot, sado i vogël të duket, ka një ndikim të madh në muajt që vijnë. Akrepi. Për akrepin, e premtja e zezë është një valë e fortë transformimi që të prek thellë. Mund të zbulohet një e vërtet që nuk e prisje, një sekret, një informacion, një qëndrim i një personi që e ke vlerësuar ndryshe. Në punë, energjit janë të nxehta, mund të ketë tension, përballje ose një mundësi që vjen pas një situate të komplikuar. Sot universi të thotë të mos fshihesh pas heshtjes, fol, sqarohu dhe mos u frikso nga të vërtetat. Në dashuri, kjo ditë sjell intensitet, ose afrim i thellë, ose distancim i menjëhershëm. Nuk ka mes të artë sot. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush shumë magnetik, por duhet të dallojnë pasionin nga iluzioni. Financat mund të luhaten lehtë, prandaj mos merr vendime të vrrullshme. Sot është dita jote e transformimit, e vjetër bie, e re lind. Vendimi final.
Zgjidh atë që të çliron, jo atë që të lidh emocionalisht. Nëse kjo energji e së premtes së zezë të preku, mos e lë pa përgjigje. Shkruaj në komente. E marr vendimin tim sot dhe aktivizo energjinë e qartësisë. Bëj like, abonoju në zërin e universit dhe shpërndaje këtë video që mesazhi të arrijë atje ku duhet. Universi nuk të teston kot. Sot është dita jote e kthesës.